Pas një hetimi të zhvilluar nga SPAK mbi bazën e akteve të referuara nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, ka dalë për gjykim dosja në ngarkim të ish-gardistit Zef Mali, kreshnik domit dhe motrës së të dënuarit Jemine Çoku. Sipas hetimeve, Zef Mali, i cili mbante detyrën e oficerit në shtabin për menaxhimin e forcave në Gardën e Republikës dhe kreshnik domi, kanë kërkuar nga Jemine Çoku 20.000 euro. Ata i kanë premtuar se do të përdorin ndikimin e tyre për të ndikuar tek funksionarët e Ministrisë së Drejtësisë për të përshpejtuar procedurat e transferimit të vëllait të saj, Kujtime Çeliku, i dënuar në Turqi. Sipas hetimeve, ata i kanë premtuar dhe siguruar të pandehurës Jemine Çoku se do të ushtrojnë ndikim palishëm tek funksionarët të Ministrisë së Drejtësisë për të ndjekur procedurën e transferimit në Shqipëri të vëllait të saj, shtetasit shqiptar Kujtim Çeliku, i dënuar me burgim në Republikën e Turqisë për të vijuar pjesën e mbetur të dënimit në Shqipëri. Për këtë qëllim, e pandehura Jemine Çoku ka dhënë të pandehurve shumën prej 20.000 eurosh si përfitim të parregull. Hetimi ka dokumentuar se gjatë periudhës janar-tetor 2025, të pandehurit kanë mbajtur kontakte të vazhdueshme me Jemine Çokun dhe familjarët e saj, duke siguruar se kishin mundësi të ndërhynin tek funksionar për realizimin e transferimit të dënuarit. Procedura zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë për ekstradimin e Kujtim Çelikut ishte duke u zhvilluar në të njëjtën kohë, duke konfirmuar përdorimin e ndikimit palishëm nga ana e pandehurve. SPAK i ka kaluar të 3 në gjykim duke akuzuar për ushtrim të ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike.